Mirë, do të shkoj direkt në një bisedë me Andri Gjaun, kolegun I cili do më tregoj pak më shumë se si do votohet Kroni me datë 13 dhjetor, kur edhe do të ketë një përfaqësim në Junior Eurovision. Votimi njësë shumë më shpejt, Flori, përshëndetje. Më shpejt. Kështu që ky është lajmi që duhet japim patjetër, sepse ndryshe nga Eurovisioni të rriturve, teksa votimi nis me përfundimin e performancave, këtë herë në Junior Eurovision do të ndryshe. Ka dy gjëra shumë të rëndësishme që duhet thënë. Votimi nis shumë më herët, nis një ditë më parë, dhe e dyta nesër në orë 21, po do t'i shpjegoj detajt, por një tjetër element shumë I rëndësishëm është që edhe ne brenda Shqipërisë mund të votojmë, sepse tek Eurovisioni të rriturve nuk votohet. Sa vota mund të dërgojmë ne, Andri? Mund të dërgojmë online, është votimi, kështu që është pa limit. Tek faqja e JSC.tv, faqja zyrtare, pra JSC.tv, ose Junior Eurovision Song Contest, mund të jetë ose në web, në faqen zyrtare, ose në aplikacionin e ja ta provojmë mirë, JSC. Unë votoj do të tani, po nesër do hapet. Po, nesër hapet votimi në orën 21 të mbrëmjes, unë po të mbuloj me zjarë në momentin që ti hynë për të parë se si funksionon, po ja vetëm dy detaje që në momentin që hyet në faqen zyrtare. Junior Eurovision Song Contest, 1 ditë e 2 orë e 30, ja ku që nga. Po. Ja ku që nga këtu, ë? Dhe ajo çka është e rëndësishme për të thënë është që duhet votuar online, por votimi nuk duhet bërë vetëm për një këngë. As më pak dhe as më shumë se sa 3 këngë. Duhen patjetër votuar 3 këngë në mënyrë që votimi të quhet I vlefshëm. Ta shpjegoj pak thjesht, Flori, për ata që na ndjekin. Nesër në orën 21, çelet votimi, hyhet në JSC.tv, do të keni mundësi të dëgjoni një kolazh, është I detyrueshëm të dëgjohet kolazhi me 18 këngët që janë në garë. Më pas do të votohet për 3 këngë. Siguroni që të jetë Shqipëria në mesin e këtyre 3 këngëve që votoni. Mund të votoni, po them, Armeni, Gjeorgji, po them Kotani, dhe Shqipëria duhet jetë patjetër në treshe. Duhet jenë 3 vota që votimi të quhet I vlefshëm. Dhe më pas bëhet dërgo votimin. Votohet nga nesër në orën 21 të mbrëmjes deri të shtunën në orën 5 pasdite, deri në orën 17 që nis finalja. Mbyllet votimi. A pra deri për para finales? Deri para finales, 1 minutë për para se të nis finalja. Mbyllet votimi dhe pasi kanë përfunduar të 18 këngët në garë, rihapet votimi dhe për 15 minuta të tjera. Ai qartë. Ishte qartë. Tani u kuptua. Pra hapet tani, nëse unë e kisha vëmendjen ai sa ç'duhet edhe nga çfarë më sqaroi Andri. Pra do hapet votimi nesër. Na duhet një ditë edhe pak orë për. Pra nesër në orën 21:00 hapet votimi. Shkoj tek faqja online JSC.tv, që në paraqiti ja ku e kemi, JSC.tv, dhe aty duhet votoj patjetër 3 këngë. Mes këtyre 3 këngëve duhet jetë edhe Kroni, Shqipëria, Albania, dhe ne që jemi brenda Shqipërisë mund të votojmë për Shqipërinë. Kjo është shumë e rëndësishme. Tani po ta them unë, a e mora mesazhin apo jo? Qartë. Dhe më pas kam kohë deri 1 minutë përpara se të fillojë festivali. Finalja të shtunën në orën 5 pasdite, në orën 17. Dhe kam dhe një 15 minutë në fund fare. Celulari ka punë, si që është tek Eurovision? Jo, nuk ka vota me mesazhe, është vetëm online. Vetëm online, vetëm në filloj forma. Vetëm online dhe është 50% I votimit. Me ndonjë IP tjetër unë, futem për shembull të jap 3 vota të tjera. Po nëse do. Nuk e di, ndodh kjo? Nëse do, jo, nuk e di se si ka mirë këtyre komploteve. Jo, po sepse zakonisht me IP-n u hap TikTok-u prandaj. Po, megjithatë çfarë nuk ndodh. Me VPN, si gjë, me VPN, me mënyra të fshehta për të patur akses në faqe. Mund të ndodhë dhe kjo, megjithatë e rëndësishme është që të votohet, sepse ne shpesh kemi jemi të parët për të hedhur gurin dhe për thënë që ose keq nuk shkuam finale, po them se kjo është një finale e madhe, ose pse nuk dole më mirë, po e mira është me lëviz një çik nga vendi dhe me votu, sepse këtë solidariteti nuk para e kemi shumë të fuqishëm, duhet me u ndërgjegjësu më shumë dhe me qenë më shumë afër me njëri tjetrin. Edhe ta votojmë këngën tonë, votojmë Shqipërinë, votojmë një vajzë e cila është më e vogla këtë vit në eveniment. Kroni Pula është 9 vjeç më e vogla. Më e vogla. Është më e vogla edhe ka shkëlqyer, po lexoja faqen zyrtare dhe komentet që kishin bërë te Eurovisioni, flas gazetarët kishin shkruar kënga më catchy, më e kapshme për veshin dhe performanca më elektrizuese në skenë, sepse Kroni harron që është në skenë dhe kjo është një gjë e mirë dhe kërcen sikur të jetë performanca e fundit e saj dhe shion maksimum dhe jep shpirtin. Edhe këtu tek unë, në fakt, më bëri një copës nga performanca e saj me kërcimin, Andri, dhe u bë virale.
Nuk e dija e ke parë, po u bë virale edhe ajo po më tregonte se çfarë lëvizjesh do bënte dhe e pash që e shijoj dhe më tha mua, unë do ta shijoj, tha, nuk ka rëndësi, tha, fitova apo jo, tha, po unë do ta shijoj dhe i ftoj që të gjithë që të votojnë. Unë kam një episod interesant se e kisha në radio, Flori, dhe po i thoja Akron, atë shqetëson fakti që do kesh shumë lëvizje tek këndimi, ja tha ta mësoj unë, por radio nuk ka imazh, kuptohet edhe mikrofonat janë stativ, edhe u çuat ma tregonte në emision drejt për drejt në radio, edhe pse nuk mundej të shihej të gjithë performancën e saj, sepse e ka me shumë zemër. Ja, kjo është prova. Kjo ka qenë prova generale, sepse ka gjithmonë një nga provat. Një nga provat se prova generale është nesër që voton dhe juria. Kjo është një nga performancat, një nga provat, edhe ka qenë shumë mirë. E pyeta Kronin kur e kisha në studio nëse këngën do ta bënte në anglisht apo jo dhe më tha do ta mbaj në shqip. Në shqip dhe ka bërë mirë. Dhe ka bërë mirë. Ne jemi me statistika, me rezultate. Tani na vendosin në regji apo s'do kërcej unë me Andri këtu tani me. Se kemi mësuar koreografin, jo. Fruta dhe perime. Ja vetëm një copës e vogël. Ka dalë shumë mirë dhe ajo çfarë është pëlqyer më shumë është i gjithë koncepti i performancës, pra që nga ngjyrat LED, sepse Eurovisioni është gjysmë këngë dhe gjysma është performanca e peshës së gjithë rezultatit final. Po edhe tek fëmijët, edhe tek fëmijët është shumë e rëndësishme, gjetja, kështu që tek Roni është pëlqyer shumë edhe veshja dhe ai elementi i sexhadeve të një tradite të vjetër shqiptare që ardhi si element tradicional i punimit artizanal që kemi patur. Dhe e ka futur si element në veshën e saj, koreografia pas e Albinakos që është vërtet shumë e bukur, kështu që është bërë një punë fantastike dhe ajo që lexoj në komente më shumë që është më në fund Shqipëria me një performancë tek fëmijët nuk kemi patur balerinë, nuk kemi patur ka qenë shumë rrallë nëse zgaboj dhe me Ana Gjebrean dhe po pëlqejet shumë. Kështu që uroj të kemi fat. Juria voton nesër, uroj të marrim votën e jurisë parë dhe pas publiku. Mendon që mund ta sjell në Junior Eurovision Eurovisionin më shpejt se sa Eurovisioni të rritur? Se di, nuk e di, po si mendon se ti e di më mirë këtë pjesën? Nuk di të them, Eurovisioni është i paparashikueshëm. Jo, e di që është i paparashikueshëm. Po Kroni mundet që të na e sjell në. Po uroj shumë dhe mund të na e sjellë se i ka të gjitha dhe mesazhi është pëlqyer shumë, i ka të gjitha elementet për ta sjellë në Shqipëri dhe i ka thashë dhe teksti është pëlqyer shumë sepse një vreti që i bëhet shpesh Junior Eurovision është sepse fëmijët këndojnë këngë për të rritur. Dhe tekste të cilat sigurisht janë me mesazhe sociale, por që shumë pak ka këngë tipike për fëmijë. Dhe sapo dëgjon Fruta perime, menjëherë të shkon shija tek këngët e fëmijëve dhe Kroni është një yll, një diva e vërtet, sa e bukur është edhe sa e talentuar është. Mirë, Andri, të falenderoj shumë që e bëm këtë bisedë bashkë. Mos harroni që të votoni Kronin kur të jetë edhe ajo. Pra që nga dita e nesërme, nesër në orën 21:00 do të jetë Kroni Pula që do të sjelli pikërisht të këngën e saj Fruta perime, por ne si shqiptar kemi mundësi që të votojmë, do japim 3 vota, mes tyre duhet jetë edhe Shqipëria dhe Kroni mund na e sjell Junior Eurovision në Shqipëri. Si dihet asnjëherë. Ndodhen duket edhe uroj shumë të tani thonë që unë po e nxorra nga goja realizohet. Hajde të bashkojmë dot me si Kroni e dua me Eurovisionin në Shqipëri. Nuk ka rëndësi se këto janë ndonjëherë presione që i marrin fëmijët dhe janë presione shumë të mëdha që ndonjëherë ne triturit e bëjmë edhe nuk e kuptojmë që tek fëmijët, po ne urojmë që Kroni vetëm ta shijojë. Edhe Shqipëria të ketë përfaqësim dinjitoz. Kjo është e rëndësishme apo jo, Andri? Absolutisht, pavarësisht renditjeve, e rëndësishme është që të mbetet performanca. Tani mund të ndalim me çik tek triturit.